Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 45 vjeçe e virgjër. Kur e them me zë të lartë, edhe vetes time i duket e pabesueshme. Jam 45 vjeçe dhe ende e virgjër. Disa mund të qeshin, disa mund të më gjykojnë, por pak e kuptojnë sa rrugë e gjatë e dhimbshme më ka sjellë deri këtu. Unë u rrita në një familje shumë konservatore. Babai im ishte i ashpër, ndërsa mamaja e butë, por gjithmonë nën hijen e tij. Në shtëpinë tonë, fjala dashuri nuk ekzistonte. Marrëdhëniet shiheshin si mëkat, si diçka e turpshme. Mbaj mend që në klasë të 8, një djalë më dha një letër të vogël me zemra të vizatuara. U skuqa e gjitha, por e futa fshehurezi në çantë. Babai im e gjeti më vonë dhe shpërtheu në zemërim. E gris përpara meje dhe më bërtet. Ti nuk je për këto gjëra, do na turpërosh familjen. Që atë ditë çdo ndjenjë që kisha u shua nga frika. Në universitet për herë të parë kisha mundësi të jetoja më lirshëm. Shoqet e mia dilnin, njihnin djem, flisnin për puthjet e para, ndërsa unë shkoja nga shtëpia në leksion dhe nga leksioni në shtëpi. Megjithatë, kishte një djalë, Arbeni. Arbeni ishte i sjellshëm, gjithmonë më ofronte ndihmë me librat. Një natë më ftoi për kafe. Ula përballë tij, por nuk shijova asgjë. Zemra më rihte fort. Mendja ime ishte tek zëri i babait. Kur ai më pyeti, pse gjithmonë je kaq e mbyllur? A të pëlqen dikush? Unë u ngrita dhe ika pa dhënë asnjë shpjegim. Atë natë qava me orë të tëra. E dija që po humbisja një mundësi, por nuk munda ta përballoja. Kur mbusha 30 vjeç, pyetjet e njerëzve filluan të bëheshin të padurueshme. Po ti pse nuk martohesh? A ke gjetur njëri? Në çdo dasëm që shkoja, ndihesha si e huaj. Njerëzit më shikonin me mëshirë. Dikush madje më tha në sy: "Të ka ikur mosha, kujdes se do mbetesh vetëm." Unë buzëqesha, por brenda shpirtit ndihesha e thyer. Pati raste kur u afrova me disa burra. Njëri ishte koleg në punë, tjetri një mik i familjes, por sa herë që marrëdhënia shkonte drejt intimitetit, unë ngrija barierë. Më mbërthente paniku. Një natë, kur një djalë që më pëlqente shumë u përpoq të më puthte, unë u tërhoqa aq fort sa e ofendova. Ai më tha: "Ti nuk mund të duash njëri, ti je si mur." Kjo fjali më mbeti në zemër për vite. Në moshën 40 vjeçare, ndërkohë që të gjitha shoqet e mia kishin familje, fëmijë, unë kthehesha në një shtëpi bosh. Shpesh ndizja televizorin vetëm për të mos dëgjuar reshtjen. Netët ishin më të vështirat. Shija fotot e vjetra dhe pyesja veten: ku do të isha unë sot? Nëse atë ditë nuk do të isha larguar? Nëse nuk do të kisha frikë? Jam ende e virgjër, jo sepse nuk desha të dua, por sepse nuk munda ta thyej kur atë mur të padukshëm që ndërtova qysh fëmijë. Shpesh ndjej pendes, shpesh më duket sikur jeta më ka ikur nga duart, por nga ana tjetër e di që historia ime mund të jetë një mësim. Kur frika të kontrollon, ajo të vjedh vitet, ëndrat, dashuritë. Njerëzit më pyesin nëse do të ndryshoj ndonjëherë. Nuk e di. Ndoshta do të vi dikush që do të ketë durimin të më kuptojë. Ndoshta jo. Por një gjë e di, nuk dua më të fshihem. Dua ta pranoj të vërtetën time dhe të jetoj me të pa turp. Jam 45 vjeçe dhe ende e virgjër. Kjo është historia ime. Jo për të gjykuar, por për të kuptuar. Jam 45 vjeçe e virgjër.
Kur e them me zë të lartë, edhe vetes time I duket e pabesueshme. Jam 45 vjeçe dhe ende e virgjër. Disa mund të qeshin, disa mund të më gjykojnë, por pak e kuptojnë sa rrugë e gjatë e dhimbshme më ka sjellë deri këtu. Unë u rrita në një familje shumë konservatore. Babai im ishte I ashpër, ndërsa mamaja e butë, por gjithmonë nën hijen e tij. Në shtëpinë tonë fjala dashuri nuk ekzistonte. Marrëdhëniet shiheshin si mëkat, si diçka e turpshme. Mbaj mend që në klasë të 8 një djalë më dha një letër të vogël me zemra të vizatuara. U skuqa e gjitha, por e futa fshehurazi në çantë. Babai im e gjeti më vonë dhe shpërtheu në zemërim. E gris përpara meje dhe më bërtet. Ti nuk je për këto gjëra, do na turpërosh familjen. Që atë ditë çdo ndjenjë që kisha u shua nga frika. Në universitet për herë të parë kisha mundësi të jetoja më lirshëm. Shoqet e mia dilnin, njihnin djem, flisnin për puthjet e para. Ndërsa unë shkoja nga shtëpia në leksion dhe nga leksioni në shtëpi. Megjithatë, kishte një djalë, Arbeni. Arbeni ishte I sjellshëm, gjithmonë më ofronte ndihmë me librat. Një natë më ftoi për kafe. Ula përballë tij, por nuk shijova asgjë. Zemra më rihte fort. Mendja ime ishte tek zëri I babait. Kur ai më pyeti, pse gjithmonë je kaq e mbyllur? A të pëlqen dikush? Unë u ngrita dhe ika pa dhënë asnjë shpjegim. Atë natë qava me orë të tëra. E dija që po humbisja një mundësi, por nuk munda ta përballoja. Kur mbusha 30 vjeç, pyetjet e njerëzve filluan të bëheshin të padurueshme. Po ti pse nuk martohesh? A ke gjetur njëri? Në çdo dasëm që shkoja, ndihesha si e huaj. Njerëzit më shikonin me mëshirë. Dikush madje më tha në sy, të ka ikur mosha, kujdes se do mbetesh vetëm. Unë buzëqesha, por brenda shpirtit ndihesha e thyer. Pati raste kur u afrova me disa burra. Njëri ishte koleg në punë, tjetri një mik I familjes, por sa herë që marrëdhënia shkonte drejt intimitetit, unë ngrija barierë. Më mbërthente paniku. Një natë, kur një djalë që më pëlqente shumë u përpoq të më puthte, unë u tërhoqa aq fort sa e ofendova. Ai më tha, ti nuk mund të duash njëri, ti je si mur. Kjo fjali më mbeti në zemër për vite. Në moshën 40 vjeçare, ndërkohë që të gjitha shoqet e mia kishin familje, fëmijë, unë kthehesha në një shtëpi bosh. Shpesh ndizja televizorin vetëm për të mos dëgjuar reshtjen. Netët ishin më të vështirat. Shija fotot e vjetra dhe pyesja veten. Ku do të isha unë sot? Nëse atë ditë nuk do të isha larguar? Nëse nuk do të kisha frikë? Jam ende e virgjër, jo sepse nuk desha të dua, por sepse nuk munda ta thyej kur atë mur të padukshëm që ndërtova qysh fëmijë. Shpesh ndjej pendes, shpesh më duket sikur jeta më ka ikur nga duart. Por nga ana tjetër, e di që historia ime mund të jetë një mësim. Kur frika të kontrollon, ajo të vjedh vitet, ëndrat, dashuritë. Njerëzit më pyesin nëse do të ndryshoj ndonjëherë. Nuk e di. Ndoshta do të vi dikush që do të ketë durimin të më kuptojë. Ndoshta jo. Por një gjë e di, nuk dua më të fshihem. Dua ta pranoj të vërtetën time dhe të jetoj